falenderoj për listën. Normalisht do ta përmbledh shkurtimisht për qytetarët. Fokusi jonë është që t'i kthejmë fjalën qytetarëve dhe përfaqësimin dinjitoz në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet. Sepse nëse ti i nderuar qytetar nuk del në votime dhe thua ç'më duhet mua, nëse ti nuk voton, do merret politika me ty. Sepse në 35 vite thuhet që nuk merre me politikë, është e pistë të gjitha me radhë. Po, sepse këto modele kanë qenë deri më sot. Dhe nëse ju të nderuar qytetar nuk dilni në votime, ju doni apo nuk doni, drejt për drejt ose jo, do vi momenti që politika do merret me ju, sepse kur shkon në spital nuk gjeni ilaçe dhe duke mos gjetur ilaçe, ti je i varur drejt për drejt nga politika. Në rrugët e shkyra, në mungesën e ujit, në ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike, në mungesën e subvencioneve reale për sa i përket subvencionit në bujqësi që në fakt në qarkun e Fierit ka qenë një dështim dhe ka funksionuar vetëm nëpërmjet njohjeve politike. Dhe kjo gjë duhet marrë fund dhe qytetarët duhet në datën 11 maj të dalin masivisht në votime.